Aeroporti i Vlorës nuk do të nisë fluturimi këtë verë, çka ka bërë që ndikimi i parë të jetë anulimi i kontratave turistike që agjencitë nordike kishin bërë me turoperatorët shqiptar. Bëhet fjalë për kontratat me rezervim paraprak të dhomave, por pa pagesë, që kryesisht ishin në rajonin e Vlorës. Autoritetet u kanë komunikuar këtë javë turoperatorëve se hapja e aeroportit është e pamundur të bëhet pasi ende nuk ka arritur të marrë certifikimin. Elvis Kotheria, themelues i një kompanie udhëtimesh, konfirmoi se janë anuluar fluturimet e nordikëve që do të vinin në Vlorë, por se lajmi i mirë është që Shqipëria vijon të mbetet në kërkesat e tyre si destinacion për vitin tjetër. Në fakt, na është konfirmuar që aeroporti i Vlorës nuk mund të hapet sepse ende nuk ka përfunduar gjithë procedurat e nevojshme për të hyrë në operim. Infrastruktura aty është gati, por ka nevojë për hapa të tjerë që të nisin fluturimet. Lajmi i keq është që nordikët që do të vendoseshin në Vlorë me fluturimet nga ky aeroport kanë anuluar për këtë vit. Ishin të paktën 3 chartera në javë, por lajmi i mirë është që autoritetet dhe ne së bashku kemi negociuar që Shqipëria të mbetet në listën e destinacioneve për vitin e ardhshëm dhe kemi marrë garancinë që do të jenë 5 chartera në javë, pra respektivisht 2 nga Norvegjia, 1 nga Finlanda, 1 nga Suedia dhe 1 nga Danimarka, ka thënë Kotheria. Ky është viti i dytë që turizmi vuan pasojat e një aeroporti që përmendet se do të hapet dhe nuk finalizohet.